Cilësia e dobët e karburanteve që shlitet në tregun vendas duket se është një problem që nuk po gjen zgjidhje, ndonse zyrtarisht pohohet se tregu është përmirësuar nga viti në vit. Konsumatorët dhe bizneset e hidrokarbureve ngren shqetësim për cilësinë e tyre. Kryeinspektori qendror teknik thotë se pas kontrolleve të ushtruara nga 5600 analiza të bëra gjithsej, 592 raste kanë rezultuar jashtë standardit ligjor. Përqindja e squfit në këto mostra ne kemi patur devijim nga standardi i ri. Devijimi i ri ka qenë nga 10 ppm që duhet të jetë përqindja e squfit, ka qenë në kufit mbi 10 nga 12-13 deri në 50-60-70 ppm. Edhe nga ana jonë është gjykuar dhe është vlerësuar që nuk kemi të bëjmë me përzierje, por kemi të bëjmë me kohën që duhet përparisë se këtyre subjekteve që kanë dalë jashtë standardit amendosur gjoba, po nuk kemi patur përzierje sepse këtë tregon dhe sasia e squfrit. Pjesa e problemit përqindje po e shprehëm në bazë të analizës që kemi mund të jetë tek 10%. Sipas kryeinspektorit, problemi qëndron në rezervat e mbetura të karburantit nga viti 2010, me përmbajtje të lartë squfuri që janë duke u tregtuar ende, por shoqata e hidrokarbureve kundërshton këtë argument. Sipas saj ka shumë pika të tregtimit që janë jashtë kontrollit të inspektoriatit. Shoqata mendon që në treg nuk ka karburant cilësor në atë nivel që pretendon Inspektorati Qendror Teknik, por sigurisht që numri i pikave që tregtojnë karburant jashtë standardeve duhet të jetë më i madh se aq. Vite më përpara ju e dini që Inspektorati në të gjitha rastet dëshironte të thonte që nuk ka përzierje, por historia tregoi që vetëm që kishte përzierje, por ishte në përmasa të tilla sa sot ka një sistem të tërë që po gjykohet dhe po hetohet nga prokuroria. Ajo që mbetet e thema është që tregu duhet të ketë karburante cilësore, qoftë benzinë, qoftë naftë, dhe detyrimi ligjor për ta bërë këtë gjë e ka Inspektorati Qendror Teknik. Gjithsej numërohen mbi 1000 pika tregtimi karburantesh. Pas kontrolleve të inspektoriatit një pjesë e tyre janë gjobitur, por për ekspertët vetëm privatizimi i kontrollit laboratorik i naftës dhe gazit mund të sjellë një përmirësim të cilësisë së lëndëve djegëse.